Benita debaton me Albën që herët në mëngjes, sapo banorët nuk kishin mbaruar ende kafen e parë. Me fytyrën e tensionuar dhe duart që i dridheshin nga nervat, Benita i afrohet Albës dhe i thot me një ton të ashpër: "Alba, pse më ke prekur sendet personale? Pse më ke hapur çantën pa leje? Nuk ke pse të futesh te gjërat e mia, nuk je askush të më kontrollosh." Alba, e befasuar nga shpërthimi i Benitës, ngre vetullat dhe përpiqet të mbajë qetësinë, por nuk i del plotësisht. "Unë s'të kam prekur asgjë", përgjigjet ajo, duke u justifikuar. "Thjesht po kërkoja diçka timen dhe ndoshta e kam lëvizur pa dashje. Mos e bëj kaq të madhe." Por Benita, që duke i qartë se i kishte ndodhur diçka që e kishte prekur shumë, nuk e pranon këtë sqarim. Ajo e tund kokën me nervozizëm dhe i përgjigjet me zë më të lartë: "Jo, jo. Ti e di shumë mirë çfarë ke bërë. Kam gjetur gjërat e mia të çara, të shtyra, të hedhura anash. Këto nuk janë pa dashje. Këto janë qëllimisht." Banorët e tjerë fillojnë të hedhin syt nga të dyja, duke e kuptuar se situata po nxehej më shumë se sa prisnin. Disa përpiqen të afrohen ngadalë, duke shpresuar që debati të mos përshkallëzohet. "Alba, tashmë më e acaruar", i kthen Benitës, "mos më akuzo kot. Në vend që të pyesësh qetë, vjen e mbush shtëpinë me ulërima. Nuk jam unë problemi yt." Por pikërisht këtu, Benita shpërthen edhe më shumë. Zemërimi i saj deli gjitha në sipërfaqe dhe ajo nuk e frenon më veten: "Jam lodhur. Çdo ditë dikush më prek gjërat. Çdo ditë dikush më acaron. Nuk e pranoj më këtë. Respekto sendet e mia ose mos më fol fare." Atmosfera mbushet me tension dhe është e qartë për të gjithë se Benita këtë herë është me të vërtetë shumë e acaruar dhe nuk e ka ndërmend të tërhiqet lehtësisht.